falënderimet qofshin për Allahun, salavatet dhe selamet më të përzemërta qofshin mbi vullin e profetëve Muhammed Mustafa alayhi salam, familjen e tij, shokët e tij dhe mbarët ato të cilët e ndjekin dhe pasojnë udhën e tij deri në ditën e fundit. Ku e lutim të madhruarin Allah të na bëjë prej tyre, të dashur vëllezër të nderuara motra. Jemi ndalur para disa javësh tashmë në stacionin e fundit të jetës së Aliut radhiyallahu anhu. Është pikërisht domethënë ligjërata e 40 kjo në jetën e të shjuarve, ku kemi trajtuar 4 nga shumë figura, që është vërtetë nëse Allahu do të na japi jetë, do të na japi ymër, por Allahu shpërblet. Por diçka të tillë ja kemi kushtuar figurave të para, për tjerë trajtimi do të jetë ndryshe. Unë dalëm pikërisht në çastin ku Aliu radhiyallahu anhu përballet me një grupacion tepër të rrezikshëm në historinë e Islamit, domethënë që shkaktoi vuajtje të mëdha, siç ishin domethënë Khawarijët, ose ata të cilët zgjodhen një rrugë të re tashmë. Aliu radhiyallahu anhu deri në fund u përpoq që të mos ketë përballje, mos ketë luftë me këta njerëz. Mirë po, ishte diçka e pashmangshme, ku së fundmi ata vrasin sahabiun e nderuar Abdullah ibn Khabbab ibn al-Arat. E gjenë thot pranë lumit Tigër dhe e shohin që ishte i friksuar. Normalisht ishin tuf njerëz, e shohin të friksuar dhe i thonë, a të trembëm? Thot patjetër që po. Domethënë ai që nuk trembet i bie me qenë budalla, kurse i mençur i ka frikë. I mençur i ka frikë, budallai nuk ka frikë. Thot, mos ki frikë. Çfarë mund të na përcjellësh ndonjë fjalë të cilën e përcjell nga pejgamberi alayhi salam apo edhe nga sahabë të njohur? Do të kam dëgjuar profetin alayhi salatu wasalam tek flet për daljen e disa njerëzve, pra po fliste për ta. Dhe babai më ka kërkuar dhe ka thonë që Abdullah, nëse përballesh me ta, ji i vrari po jo vrasës. Do thonë një vdekje është, do të përballesh me ta, do të përballesh, nuk ka problem, po ji i vrari më mirë, zgjidh të jesh i vrari se sa të jesh vrasës. Kështu që e morën, thot Abdullahun, dhe ekzekutuan buzlumit. Aliu radhiyallahu anhu kërkon në këmbim të Abdullahut vrasësin e tij. Dhe një zëri gariba, domethënë thonë që ne jemi të gjithë vrasit. Keni parasysh ka një kategori njerëzish të cilët kur sillesh me ta me mirësjellje, me edeb, me edukat, e ndrojnë muhabetin, domethënë e marrin si një lloj dobësie. Kjo ndodhi edhe me këta. Shihnin mirësjelljen e Aliut radhiyallahu anhu dhe e konsideronin domethënë që si një lloj dobësie. Aliu nuk donte të shkonte në gjakderdi, që më tepër që njerëzit ishin të lodhur dhe nga luftrat, ishin bajatur, ishin lufta midis llojit. Pushteti i Aliut radhiyallahu anhu ka qenë 4 vite, 9 muaj e 6 ditë. Maksimumi i tij. Ku shumicën prej tyre domethënë e kaloi nëpër përballje, nëpër lufta të ndryshme. Pra imagjinoni se çfarë ndodhte me njerëzit të cilët ndiqnin Aliun. Pra ishin gjithë të lodhur. Thotë dhe këtu filloi domethënë lufta me këta njerëz, sepse zgjodhen domethënë duke thënë që ne jemi të gjithë vrasësit e tij, vrasësit e tij. Dhe betejë quhet An-Nahrawan. An-Nahrawan sepse është midis 2 lumejve, Tigër dhe Ufrat. Një betejë e përgjakshme, kur normalisht u mbyll me fitoren e Aliut radhiyallahu anhu dhe grupit të tij. Të vrarët nga grupi i Khawarijëve ishin shumë, ndërkohë që nga pjesa e Aliut radhiyallahu anhu nuk ishin më shumë se 9, maksimumi 12 veta, për që tregohet domethënë edhe përsia që kishin në këtë luftë. Aliu radhiyallahu anhu në këtë betejë kërkonte një person që profeti alayhi salatu wasalam e kishte përshkruar në hadithet e tij. E kishte folur për këtë grup dhe e kishte përshkruar këtë person, i cili në krahun e tij ka versione të ndryshme. Një version thotë domethënë që krahun e ka pasur të kaputur dhe ka patur një të dalë si thithka e gjirit të një femre. Ka version tjetër që thotë jo, nuk e ka pas të kaputur krahun,
por e ka pas shkurtër. Dhe dora nuk ka qenë cunk, por ka qenë në vend të gishtërive, ka qenë vetëm kjo pjesa e dalë. Dhe e kërkonte Aliu radhiyallahu anhu në mesin e të vrarëve, po nuk e gjente, thonte është e pamundur. Derisa thotë gjetën buzë lumit, ishte midis poshtë shumë kufomave të tjera. Thotë dhe ka rënë në sejdë, duke i bërë sejdë Allahut në sheh falënderimi, i përvrasin e këtyre. Aliu këta i ka konsideruar të gjithë muslimanë nderuarit e mi. Pavarësisht se konceptet e tyre, domethënë përpalen kundërshtarë, ishin komplet ndryshe, ndërkohë që vizioni i Aliut pra këtu na jep se si duhet sillet muslimani. Nuk ka shumë rëndësi se çfarë përshtypjesh dhe konsiderate ka tjetri për ty. E rëndësishme është feja jote ku qëndron këtu. Ti si e ke fenë tënde në rastin konkret. Dhe i konsideronte domethënë musliman, këtu mbyll çështja e tyre për Aliun. Nuk pati më përballje të tjera. Mirë po ata nuk rrinin rahat, kështu që vazhduan sërish me avazin e tyre. Aliu radhiyallahu anhu përpiqej të organizonte njerëzit, tashmë të mobilizohej, dhe të drejtohej drejt Shamit, Damaskut, aty ku ishte përballja e vërtet me Muawiyen radhiyallahu anhu. Pra e gjitha kjo luftë, e gjitha kjo përplasje që ndodhi, i gjithi ky konflikt, për çfarë ndodhi? Ndodhi për një arsye të vetme, për stabilitetin e shtetit, për unifikimin e tij. Kjo u kërkua e gjitha. Nuk është se kërkohej diçka më shumë se sa kaq. Mirë po, në këtë periudhë, pra që ishte viti 38 i Hijretit, në këtë periudhë njerëzit nuk ju përgjigjen Aliut radhiyallahu anhu. Bëri shumë përpjekje, por nuk ju përgjigjen, ishte më kot. Pra nuk donin luftë. Kështu që ra në një marrëveshje thon ndryshe me Muawiyen radhiyallahu anhu, që ti në Siri ose në Sham aneje tutje, unë këtej. A do të ishte kjo marrëveshje e përhershme normalisht jo? Sepse nuk mund të jetojsh me dy shtete paralele në një territor aq të vogël, domethënë. Gjithmonë shteti islam përpos kohës së sahabëve, domethënë, thuajse gjithmonë ka patur më shumë se sa një shtet, 2 ose 3 paralele. Për shembull kemi periudhën siç ka qenë periudha e Andaluzisë, Spanjës. Këte ishin abasitët në pjesën tjetër të globit të ndryshe, dhe këte ishin umayyitët. Pra ishin 2 shtete të mëdha islame paralelisht. Nga pjesa tjetër anej nga India kishte perandori të tjera. Sërish ishin gjithë musliman, sepse nuk është e lehtë domethënë të marrësh një shtet në të gjithë tokën ti thon ndryshe. E rëndësishme. Dhe vazhduan këto përpjekje të Aliut, por xhawarizët nuk netën rehat. Kështu që i prodhuan Aliut domethënë tashmë një kategori tjetër njerëzish. Ato që do të njihen ndryshe si ekstremistët më të mëdhej. Një grup që u shprehte se ishte krah Aliut, por që shkonte domethënë deri në shpalljen e tij si Zot, në konsiderimin e tij si Zot, rryna Allah. Dhe Aliu radhiyallahu anhu do të luftonte normalisht dhe kundra këtyre, sepse ishte çështja e besimit. Nuk mund të lejonte domethënë asesi që të kishte prej tyre, domethënë që të thonin, ta pretendonin një gjë të tillë aq më tepër në kohën që ai sundonte shtetin islam. E shohi dhe këtë revolt dhe erdita e hakmarrjes së xhawarizëve. Xhawarizët tashmë ishin një grup shumë i vogël, kishin mbështetësit e tyre, patjetër që kishin mbështetës, por ishin një grup shumë i vogël. Dhe kështu një ditë bukur 3 personalitete kryesore të tyre, Abdurrahman ibn Muljim, El-Barq ibn Abdillah dhe Amr ibn Bakr al-Tamimi, mblidhen me njëri tjetrin dhe kujtojnë ditën e Nahrawanit, ose ditën e mposhtjes dhe thyrjes tyre. Dhe nisën të diskutojnë rreth faktit domethënë se çfarë u ndodhi në ditë, duke qenë e duke kujtu të rënët e tyre në atë betejë, duke mallku ata të cilët luftuan kundër tyre dhe duke lëshuar rahmet mbi antarët e tyre. Dhe i thonë njëri tjetrit për çfarë jetojmë ne më kot. Le të bëjmë një atentat. Dhe zgjodhën këta 3 persona të bëjnë atentat 3 personalitete më kryesorë në botën e politikës islame të asaj kohë, me patjetër që kishte sahabë të tjerë goxha dhe me emër. Abdurrahman ibn Muljim
zgjodhi që të ishte ai vrasësi i Aliut. Berak ibn Abdillah zgjodhi që të vriste Muawiyen radhiyallahu anhu, dhe Amr ibn Bakr at-Tamimi zgjodhi që të vriste Amr ibn al-As në Egjipt. Po e gjitha kjo duhet ndodhte në një datë. Dhe zgjodhen, aty kush do të ishte datat vëllezërit e mi se të zgjedhin, për shikonin me çfarë kategorie njerëzish ke të bësh. 17 Ramazan. Zgjodhen datën 17 Ramazan. Dikush do thoj po pse? Sepse këta palën kundërshtarët, domethënë nuk i konsideronin musliman. Kështu që e kishin të lehtë. Kurse kishte Ramazan dhe jo Ramazan për to. Dhe ranë dakord për vrasjen e tyre dhe u betuan për diçka të tillë, për gjithse i cili do ta ndërmerte këtë hap dhe do të vriste këta kundërshtarë. Ndalemi nga Abdurrahman ibn Muljim, nuk po merremi me dy figura të tjera sepse do i trajtojmë domethënë tek jeta e tyre inshallah. Abdurrahman ibn Muljim, kjo ka ndodhur në qytetin e Kufës në Irak, aty ku ishte Aliu radhiyallahu anhu, organizoi një grup. Këtu përcjellet një histori ku historianët domethënë kanë pikpyetjet e tyre rreth saj. Që Abdurrahman ibn Muljim kur shkon në Kufë para kësaj, Aliu radhiyallahu anhu domethënë e dinte shumë mirë se përfundimi i tij do të jetë martirizimi, do të vritej. Ja kishte deklaruar profeti alayhis salam një diçka të tillë. Dhe madje Aliu radhiyallahu anhu e dinte dhe vrasjen e tij. Po ai ja kishte deklaruar dikush, për këtë nuk dim gjë. Ama është përcjell në transmetime të sakta se Aliu kur e shifte Abdurrahman ibn Muljim, thonte ky do më vras mua. I thonin o Ali, ata vrasim ne para se të vras. Si të vras dikë thonte që nuk më ka luftuar. Pra ndoshta ishte para ndjenja e tij, ose ndoshta ishte që e dinte me të vërtetë se ai do të ishte vrasë si Aliut radhiyallahu anhu. Dhe 3 ditë para vrasjes është lut, dhe më ka bërë shumë përshtypje domethënë gjithmonë kur lexoj lutjen e Aliut. Thuaj se diçka të përafërt, po ndryshe nga Aliu ka bërë dhe Umeri radhiyallahu anhu për një har kohor, 1 muaj para vrasjes së tij. Aliu 3 ditë përpara është lut dhe ka thënë o Zot, jam duke në mesin e një populli që nuk më dëgjojnë. As nuk i dua, as nuk më duan. Pra se përderisa nuk më përgjigjen në rrugën time, do të thotë se nuk më duan. Por dhe përderisa rri akoma dhe drejtoj ata, nuk i dua. O Zot, më merr tek madhnia jote si dëshmor, më merr shpirtin pra tek madhnia jote si dëshmor, dhe këtyre dërgoju një më të keq nga unë. Allah na fal. Domethënë ishte zemra, domethënë ishte bajat, thonë ndryshe. Ke parasysh ti përpiqesh, dhe shef që në fund fare domethënë teatri i bën ato veshët e tij si të shurdhër. A thu domethënë se ka në njëri interes që më mbledh rreth vetes sa më shumë njerëz. Aliu nuk donte famë, nuk kishte nevojë për famë, jo nuk donte, po nuk kishte nevojë. Kush ishte më i famshëm nga Aliu radhiyallahu anhu për kohën e vet? Pushtet kishte, famë kishte, përjardhje kishte të gjitha të mira. Ama nuk ishte kjo ajo që kërkonte. Kërkonte hajrin. Dhe ke parasysh kur ti e ndjen domethënë që po bën diçka, po jo ajo që ta kënaq zemrën, dhe ti bajatesh, dhe ata të cilët qëndrojnë rreth teje duke mos patur asnjë reagim ashtu siç duhet, të bajasin akoma më shumë. Dhe këtu përcillet një histori për Abdurrahman ibn Muljim, se thot kur është organizuar domethënë për vrasjen e Aliut, ka shkuar dhe ka parë një femër tepër të bukur, Qatam, ja thoshin emrin e saj, me cilën domethënë është dashuruar kur e ka parë dhe ka kërkuar dorën e saj, thot, harroi i çik se për çfarë shkoi. Këtë e besoj. Femrat bën me harru dhe qëllimin. O Allah, mos na rrethon nga njerëz të cilët na hutojnë nga orientimi për tek ti. Qofshin femra, qofshin meshkuj. Bashkoi të ri të Zot, beqartë,
me shkoj me tilla të cilat ua kujtojnë xhenetin, ua kujtojnë ahiretin dhe i marrin rrugës për tek madhnia dhe kënaqësia jote. Dhe ndodhi domethënë që një ndër kushtet që kjo femër i vën Abdurrahman ibn Muljim ishte edhe koka e Aliut. Pra ky për atë kishte shku. Për atë kishte shku, jo se kishte shku për atë. Por i thot ky thot kur don me jetu me mua, nëse ti don me jetu me mua nuk ma kërkon diçka të tillë, sepse Abdurrahman ibn Muljim e dinte shumë mirë që të vrisja Aliun s'do të kishte vend më ku të jetoje. Për shikoni se sa të qartë ishin vizionin e tyre. Pra ata kishin shku jeta vdekje, nuk bëhej fjalë. Pra nuk ishte thjesht një atentat i cili ty të mundsonte domethënë edhe të shpëtoje. Jo, ti s'kishe nga shpëtoje më. Të gjithën këtë duhet ta bëje për në xhenetet e larta. Dhe ajo i thot, nëse Allahu ta mundson ta realizojsh një diçka të tillë dhe mund të jetojmë së bashku larg, do ta bëjmë. Në të kundërt do të jemi në xhenet bashkë, dhe ajo e qartë me vizionin e vet. Po pse e kërkoi diçka të tillë? Sepse në betejën e Nehrawanit ajo kishte shumë viktima nga familja vet. Pra i shndrua e gjitha në hakmarrje, çështja dhe në urrëtie. 40 ditë me radhë Abdurrahman ibn Muljim u mor me shpatën e tij, e mprifte çdo ditë. Dhe krahas faktit që e mprihte, sa herë mprihte i hidhte helm. E fuste në helm. Dhe erdhi dita e xuma. Mëngjesi i ditës së xuma. Në atë natë Abdurrahman ibn Muljim shkon dhe qëndron në xhami. Dhe në xhami kishte edhe të tjerë që qëndronin, me patjetër, por gjithsesi i cili ishte për qëllimin e tij. Dhe thot në sudden ose në mafili, në pjesën e lartme të xhamis, qëndron atë natë aty, duke adhuruar. Këtë e përmend djali Aliut radhiyallahu anhu, duke ju falë Allahut gjithë natën bashkë me të tjerët. Dhe kur vjen Aliu për saban në xhami, kur shkon Aliu për saban në xhami, shkon për të zgjuar, domethënë, për të thënë që ka ardhur koha e namazit, për ngrihuni. Dhe aty thot e ka godit Abdurrahman ibn Muljim me shpatë, të cilin e izoluan shumë shpejt të tjerët. Mirë po, vdekja e Aliut do të ishte jo si pasojë e plagës, por si pasojë në kokë ka godit domethënë, por si pasojë e helmit. Pasi e izoluan, Aliu radhiyallahu anhu thotë të pranishëm, shikoni o vëllezër, ky është njeriu me fe. Njeriu me fe i cili domethënë vjen tani mjeku, do ta vizitoj, jo do ta vizitoj, por do të shoh gjendjen e tij, të ekzaminoj gjendjen e tij. Vjen tani mjeku, në sy të pranishmëve Aliu gjëja e parë që bën thotë e para. Nëse unë vdes, vriteni. Do të thonë nuk e toleroj që mos të vritet, nëse unë vdes. Nëse unë nuk vdes, pra mos e ngacmoni, sepse do ta jap gjykimin vetë për këtë person. Por nëse unë vdes, mos e torturoni. Do të thonë vriteni siç mbrau. Dhe asgjë më tepër. Versionet thonë që Aliu ka qëndruar në gjendje të tillë, domethënë në agoninë e vdekjes 2 ditë. 2 ditë të tilla. Thotë dhe kur vjen mjeku, e shet gjendjen, bën provën, kishin ata eksperimentet e kohës së tyre. Thotë rezulton dhe del në përfundimin se s'ka nga jaman. Pra do të vdesi. Dhe ja thot, o vëllezër, domethënë subhanallahu. Ka pas burra kjo dynja gjithmonë. Kur i thonë asaj shprehjes, a jetu dali herë për jashtë se du me vdek. Vallai ka pas tillë. Nuk i tremte vdekja. Mjeku pra nuk i fsheh asgjë. I thotë o Ali, nuk shpëton nga kjo. Dhe kur e pyetën Abdurrahman ka thonë, jo Aliu, po ka pas helm, thotë aty që më i mjaftu gjithë Kufës me vdek. Imagjino domethënë se ç'kish bë. Ka pas helm më i mjaftu gjithë qytetit Kufës, sa banor ka Kufja me vdek gjithë. Dhe me i të prekme, jo me i të godit me shpatë si që i kom shkaktu këti plagë. Dhe i thot, mjeku thot atëherë shif dhe organizot për pas vdekjes tënde. Pra nëse dëshiron të propozosh emrin e ndokujt për pushtetin,
shiv dhe propozoje. Mblidhet këshilli, thon ndryshe, dhe Aliu radiallahu anhu zgjedh të mos propozojë askënd. Unë do veproj thot ashtu siç ka vepruar pejgamberi alayhi salatu wasalam, ashtu siç ka vepruar dhe Umeri radiallahu anhu, nuk do propozoj asnjë emër. Nuk do propozoj domethënë asnjë emër. Le të zgjedhin muslimanët këtë duan. Allahu i dhash bereqet kushdo që vjen. I than, po djalin tënd Hasenin, nëse shohin të arsyeshëm, nuk kam kundërshtim. Nëse shohin të arsyeshëm muslimanët, unë nuk kam kundërshtim. Në të kundërt, domethënë, nuk merrem fare me atë pjesë, as nuk propozoj askënd. Do ndaj më lini domethënë të marroj pungur, i thënë, më lini të vdes. Dhe vdes Aliu radiallahu anhu, lënë amanete patjetër për familjen e tij. Xhenazën e tij do ta lanin dy djemtë e tij dhe djali i vllajt, pra Haseni dhe Huseini dhe Abdullah ibn Ja'far, Ja'fari Tayyar, do të lanin xhenazën e tij, do ta falte Haseni dhe do të varrosej në qytetin e Kufës, ku diskutime të shumta domethënë vijnë tek historianët se ku u varros, sepse nuk dihet konkretisht domethënë se ku është varri i tij. Abdurrahman ibn Jauzi rahimahullah, një ndër historianët e mëdhenj të botës islame, ka dhënë versione të ndryshme dhe nuk ka mbështetur asnjërin prej tyre, veç të nderuarit dietarit madh Ibn Kathirit rahimahullah, i cili ka thënë që ai është varrosur, dihet thotë edhe ku është varrosur në Darul Imara, ose aty ku ishte edhe selia e pushtetit të tij. Çfarë ndryshimi përbën kjo pjesë që po i mshojmë, dihet apo s'dihet? Sepse për shfletuesin e jetës së Aliut radiallahu anhu do të gjejë dhe versione të tjera. Do të gjejë një version që do të thuhet domethënë se u mor kufoma e tij dhe na qenë kaçuar një vend tjetër për të varrosur atje. Kufoma e Aliut është varrosur në Kufe, në qytetin e Kufës të Irakut, ndërsa pjesa që nuk dihet konkretisht se ku ka qenë më fiks, për ne nuk përbën asnjë lajm dhe nuk prodhon asnjë ndikim, do të s'ka asgjë për cilën mund të ndikoj. Aliu radiallahu anhu jetoi jetën e tij duke ia dorëzuar shpirtin Allahut xhellal xhelalu pranë muajit e Ramazanit, me një vepër madhështore siç ishte namazi i sabahut, me një vepër më madhështore akoma siç ishte të rënit shahid, nduar të një personi i cili jo vetëm që urrente Aliun, po mohonte dhe hadithe të ndryshme të pejgamberit alayhi salatu wassalam, vetëm për të mbështetur domethënë urrëtitjen që kishte për Aliun radiallahu anhu, në një jetë të mbushur për plot me vepra të mira, në një jetë plot sakrificë, me dëshmi, i mjafton si dëshmi që profeti alayhi salatu wassalam e ka përgëzuar dhe Aliun me xhennet, duke lënë plot fëmijë të cilët u përpoqën dhe ata për këtë fe, duke u bashkuar të dashmit ti pejgamberit alayhi salatu wassalam në xhenetet e larta, në xhenetet Firdaus. Një diçka të fundit për ta përmbyllur është fakti që përse këta njerëz synonin ose shkonin domethënë në këtë drejtim, në këtë qasje, Khawarizët, sepse ka dhe në kohën tonë, tillë kategori njerëzish, dhe unë e përmenda domethënë një shembull në herën e kaluar. Ka disa faktorë shumë kryesorë. E para është el-ghulu fi din, ose një qasje ekstremiste në fenë Allahut. Pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë inna ad-dina yusrun wa la yushadda ad-dina ahadun illa ghalaba. Feja është e lehtë për nga natyra në cilën e ka shpallur Allahu xhella xhelalu wa xhella shanu. Nuk e vështirëson kush fen, vetëm se feja e mposht ato. Pra e para, këta njerëz nuk pranojnë tolerancën e fesë. Thashë që kanë pasur përpjekje të mëdha, kanë qenë sinqertë tek e vetja. Po janë që nuk mjafton gjithmonë sinqeriteti, duhet dhe dituria. E dyta, që është më kryesore e të gjithave, ignoranca në fenë e Allahut. Kur po i them këto, po i them që ne ti kemi për mësim. E para, mos shko në ide ekstremiste.
larg ignorancës. Çdo vepër të cilën do ta veprosh në fenë tënde duhet ta konceptojsh. Unë nuk po të them se gjithë secili duhet të jetë një dietar, po të paktën një ide të përgjithshme të asaj që ti praktikon duhet ta kesh dhe ta kesh të qartë madje. Nuk po them se do të mbrosh teza dhe do të ftosh për në teza të ndryshme. Por ama, dy gjëra të cilat i vepron njeriu, muslimani duhet i ketë të qarta. E treta, guximi i tepruar që ata kanë pasur gjithmonë, domethënë mos e ki të tillë guxim, që dilnin si revolucionar kundër Parisë së tyre. Pra, që do të thotë që je i gatshëm vazhdimisht për të revoltuar. Mos u rebelo, mati gjëra të mirë. Studioje hapin të cilin do ta hedhësh. E katërta, guximi i tepruar që kishin në shpalljen qafir, jo besimtar, të kundërshtarit të tyre. Pra, ishin me qasjen o me mu o kundra meje, jo vetëm kaq. Por një kategori e tillë njerëzish të bëjnë qafir, domethënë të shpallin qafir, edhe me gjunahet e mëdha të cilat mund t'i veprojë njeriu. E kush prej nesh nuk ka gjunahe, Zoti na largo prej tyre. E pesta, paragjykimi ose mendimi i keq për tjetrin. Të mendosh keq për tjetrin, sepse kur ti nis dhe gjykon, shan, ofendon, klasifikon, do të thonë që ti ke krijuar një ide ashtu siç ke dash ti me e kriju. Dhe e fundit, për të përmbledhur si shkaqet më kryesore se përse këta njerëz domethënë përfunduan në këtë rrugë, guximi i tepruar kundra muslimanëve. Domethënë po ta shohë për subhanallahu këta njerëz, në vend se këtë përpjekje ta kishin kundra jo muslimanëve, supozojmë, po të ishin aq të qartë, këto ishin e kundërta. Këto kishin guxim kundra muslimanëve. Pra, të gjitha energjitë e tyre i çonin kundra muslimanëve, se nuk po them kundra llojit të tyre, se ato nuk e konsideronin lloji i tyre. Madje ata muslimanë i konsideroheshin domethënë më të rrezikshëm se sa të tjerët. Ndaj vëllezërit e mi, që gjërat ne mos na përsëriten në hapësirat tona, që ne mos të tolerojmë të tilla problematika që u kanë ndodhur njerëzve më të mirë, më të devotshëm, më të zgjuar, më të ditur që ka patur kjo botë, siç është rasti i Aliut radhiyallahu anhu, Uthmanit radhiyallahu anhu e tjerë përgjatë historisë së Islamit, duhet të tregohemi ashtu siç thot profeti alayhi salatu wasalam, el mu'minu kayyisun fatin, muslimani është i zgjuar, është i mençur dhe është vigjilent, pra duhet i paraprijë gjërave. Aliu radhiyallahu anhu ishte i zgjuar, ishte vigjilent, i kishte të gjithë kriteret për të qenë njeriu adapt për drejtuar shtetin islam, por qëlloi në një kohë të vështirë, ku jo çdo zgjuarsi prodhon domethënë stabilitetin, qetësinë. E lut Zotin xhelal xhelalu, Zoti i kënaqur prej tyre dhe ti je i kënaqur me ta. Na mundso Zot të ecim gjurmëve të këtyre njerëzve, na mundso Zot të kemi dashuri për këta njerëz, të lutem me ty i madhnueshmi Allah të na bashkosh me ta në xhenetet e larta, në xhenetet Firdaus. Të lutem ty i madhnueshmi Allah, mos lejo që në mesin ton të ketë të tillë me të cilët ti je i zemëruar me ta, mos lejo që në mesin ton të ketë të përjashtuar për mëshirës tënde. Ndarjen për këtij dubimi bëje një ndarje mëshire Zot dhe jo një ndarje zemrimi. Të lutem ty i madhnueshmi Allah, mos lejo të dalin për kësaj xhamie vetëm se me gjunahet falura, me taubat pranuar, me lutjet para refuzuara, sikurse ne mundsove të mbledhemi në këtë natë, në këtë vend për të madhëruar madhërinë tënde nëpërmjet këtyre përkujtimeve. Ne mundso Zot që të gjithë bashku bashkë me familjet tona dhe të gjithë ata të cilët i duam dhe na duan për hatrin tënd, të mbledhemi në xhenetet e larta, në xhenetet Firdaus. Amin Allahumma amin. Walhamdulillahi rabbil alamin.